Sektori bujqësisë në qarkun e Vlorës po njeh një rikthim të ndjeshëm të aktivitetit bujqësor fal skemave mbështetëse të ofruara nga institucionet qendrore dhe vendore. Ky vit është vlerësuar si një nga më të mirët për sa i përket zgjerimit të sipërfaqeve të mbjella, veçanërisht në sektorët prioritar, siç janë vreshtaria, kultivimi i agrumeve dhe ullishtat. Fermerët në zonat rurale të Vlorës kanë shfaqur një interes të shtuar për të investuar në parcelat e reja, duke përfituar nga fondet dhe skemat mbështetëse që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm rural. Këto skema përfshin subvencione për fidanët, pajisje bujqësore dhe infrastrukturë nuhitëse, duke dhënë frymarrje një sektori që prej shumë kohësh kishte vuajtur nga mungesa e investimeve. Një nga shtysat kryesore për këtë rritje të interesit është edhe skema kombëtare e investimeve në bujqësi, e cila këtë vit është zgjeruar si në buxhet, ashtu edhe në gamën e përfitimeve. Fermerët kanë mundur të përfitojnë nga programe të modernizimit të bujqësisë dhe ndihmën teknike për kultivimin e bimëve me vlerë të lartë tregtare, çka ka sjellë një rigjallërim të ndjeshëm të sektorit në këtë rajon. Sipërfaqet e reja, tani janë futur, shikojmë. Është viti i parë mbas shumë vjetësh që ka qenë pauzë, si vjeto të futet edhe mbjelljet e reja në vreshtari, në pemë frutore, në ulli, në agrume. Njëkohësisht ne vazhdojmë punën edhe me skemën e naftës, me kontrollin administrativ dokumentave. Jemi në përfundim të mbylljes së tyre. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ka qenë garantimi i cilësisë së fidanëve dhe produkteve bujqësore. Agjencia Rajonale Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë ka kryer gjatë muajve të fundit një sër kontrollesh në terren për të verifikuar cilësinë e fidanëve të perimeve dhe frutave që po mbillen në këtë sezon. Sipas raportimeve të kësaj agjencie, deri tani janë kryer 10 inspektime në pika të ndryshme të qarkut për të siguruar që materialet bimësore të jenë të certifikuara dhe të përshtatshme për kushtet agroklimaterike të zonës. Prodhim ka, frutat e perimet janë edhe nga kontrollet që bën edhe Agjencia Rajonale Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Gjithçka është në shkallën e dur. Unë tani ftoj gjithë fermerët që të mos hezitojnë. Investimi në bujqësi ka mbështetje të qartë, ardhmja është në duart tona. Shteti po jep një dorë të fortë për iniciativën e dur që ta marrin vetë. Mos u mbisni këtë mundësi. Paralelisht me zgjerimin e mbjelljeve, edhe prodhimi aktual i frutave dhe perimeve në qark ka rezultuar i bollshëm. Fermerët kanë raportuar rendiment të kënaqshëm në shumë kultura, çka përkthehet jo vetëm në përmirësim të ardhurave për ta, por edhe në një furnizim të qëndrueshëm të tregut lokal me produkte të freskëta dhe të sigurta. Në zonat e Novoselës, Shurshicës dhe Selenicës janë shtuar sipërfaqet me perime, si domate, speca e kastravec, si dhe frutore të ndryshme, ndërsa rritja e ndërgjegjësimit për cilësinë e prodhimit dhe përdorimit të teknikave më moderne të kultivimit janë faktori kryesor për këtë sukses.